çmime e keni marr? A vashti çmime. Pjesëmarrja ka rëndësi. Keni dalë në parë. Ku të parë kush të le dalësh parë. Shiko, Hollanda ka 8 milion banor, më duket. 16 milion, gati 20. Hollanda, 16 milion banor. 16 mos ka shkuar 20 tani. Mos ka shkuar 20. Ndër këta ka 4 milion të federuar në brigj. Po, ne si jemi 4 milion gjithë. Ne jemi 4 milion dhe jemi 20 të federuar, ose 25 federuar. Do të thotë se është puna që edhe ne mund të kemi një ciklist, në njëri që është shumë mirë në ciklizëm, po që dalësh kampion botë në ciklizëm, duhet prodhosh shumë. Pritësh se janë një sër gjërash brenda. Por ne kemi bërë një bëm, ne, ekipi jon kombëtar, se ekipi kombëtar ka 6 veta. 4 luajnë, 2 bëjnë pushim. Dhe pastaj alternohen me njëri tjetrin sepse është e pamundur të luash 3-4 ndeshje në ditë nga 2 orë i përqendruar, domethënë i të ikën petlla. Se kështu i thënë. Sa kisha me dëgjuar. Petlla. Ju nga kavaja. Nga kavaja i themi petlla. Petlla i themi nga kavaja. Dhe ishim në u bë kampionati, jo kampionati, po olimpiada e parë e sporteve të mendjes në Kinë, direkt mbas Olimpiadës Kinës, dhe ne ishim po ka i fshat turistik, jo turistik si quhet, fshat olimpik. Në Pekin, që ishim e kishim prej këtu ku diun 300 metra kishim atë stadiumin në atë, po. 800 metra ishte ajo pishina, domethënë ishte po i njëjti fshat olimpik. Ku janë bërë lojrat olimpike. Po aty shkum edhe ne. Dhe nuk e di se sa shumë shtete ishin, pafund, ndërmjet ekipeve kombëtare të rinjve. Domethënë kemi shkuar në 2008 në Kinë, kemi çuar 6 veta të ekipit kombëtar, 6 veta të ekipit junior dhe 2 veta të ekipit senior. Keni një gjuhë në aeriu të flitet për këtë gjë? Jo. Dhe në Kinë ekipi jon kombëtar, tash që mos rit përmend emrat atyre që luajtën në tavolinë, bën një të pabër që është nga ato gjërat e rralla që ndodhin në botë. Italianët në brigj janë edhe mbeten kampion bote. Pa diskutim, janë ekip i jashtëzakonshëm. Edhe në futboll. Në futboll, në brigj, shiko, janë në ski, janë në volejbol, volejboli meshkuj, volejboli femrave, është futboll. Domethënë në shumë janë në skerm, janë në shumë sporte, janë në brigj, janë dhe në brigj që si përmend njëri, keni një gjuhë herë që italianë brigjit. Jo. Këtë e di vetëm zonja Lavaca, e cila e di se ç'është brigji dhe është ajo që subvencionon edhe i mban ata 6 apo 8 lojtarë që janë në Pllëmdorës kudo që shkojnë, se janë një miku jon tani e ka emrin thot Thagm, ata janë Thagma në brigj, janë mirë shumë. Edhe ç'a bëri ekipi jon? Ekipi jon atë ditë që luajti kundër ekipit Narame, luajti kundër ekipit italian, që çuditërisht Federata Italiane e Brigjit ka qenë ajo që ne na ka ndihmuar me materiale në ato hapat e para për të njohur nga Komiteti Olimpik Ndërkombëtar, për të njohur nga Federata, pra janë miq tan. Dhe pikërisht atë javë që Tirana rafi Milanin këtu në stadium, kush luajti me Milan, mamen, në 2008. Kam qenë punë, se do ta tregoj më. E shikoj se lidhen gjërat. Pikërisht atë ditë ekipi jon kombëtar rafi kampion të botës italianët, të cilët ishin dhe mbetën po kampion bote, humbën vetëm një ndeshje. Ajsa kur marrin ndeshje, njëri nga ato të ekipit nuk e takova në korridor. Ore tha, ç'a keni me ne ju, tha? Me çili ju? Ore mirë që rafët Milanin në Tiranë, tha, po me ne këtu çpatët po me ne çpatët po pashu erdhini. Jo më e pa imagjinueshme, nuk e besonin dot. Me këmbë me duara italianë. Që neve, po me këmbë me duara natyrisht, atë italianët që do i prisin durët se ishte flagosta me çfarë do flasun. Ne mund të jemi pak vërtet, po jemi të mirë, jemi cilësor. Sasia ajo gjithmonë lidhet me cilësinë. Edhe në një kontekst tjetër, jemi gjithë një më të mirët neve. Ku? Atë kur ikim për ski. Edhe në ski jemi shumë të mirë. Eni, Mandi ka brigjin. Ti çfarë ke? Një gjë që e ke shumë për zemër. Futbollin? Gratë. Skit. Ja. Ato që kanë mendje veti thot për mua. Nuk e di, kam pas futbollin, tash s'kam vetëm muzikën kam. Tani për tani. Po ç'a ndodhi atë ditë që Rafi Milani këtu. Se kush Rafi Milani? Tirana, Tirana po. Jo mos e Gramozi e kishte me Realin, jo, s'ka lidhje, ha. 2-2 duke dolën. Nuk e di më, jo më është Rafi. Që erdhi Ronaldinho këtu, e mba mend apo? Jo, nuk e di më, unë isha në Pekin. Apo është tjetër ajo?
Apo ti ishe në Pekin, më fal. Isha në Pekin. Ajo ka qenë Gramozi më duket, kur ka lut Gramozi, kur lyti Milani, unë kam qenë në punë. Po. Ke Sheratoni. Po. Edhe erdhi ekipi Milanit aty. Mbas ndeshjes, erdhën gjithë Maldini që ishin këtu Galeani, ul poshtë boksit. Ampori mua, më uli që kësën, kur ta ul me tash, jam në punë. Po me forta ishte njëri nga këta shqiptarët. Erdhe, të lutem, tha. Ma bën një qikat e himnin e Milanit. Tash unë ke lujt me si ku ti unë tash betëm atë kongën e Tiranës, si knoj Boneci këti. Ku ta gjej kongën e Milanit, unë ta bëj me kitare këtu më vllai tash. Shiko, Eni se më kujtove një gjë që ne ndoshta është pak edhe kulturore për ne shqiptarët. Për shumë me DJ-n e kemi zakonisht. Po. Ma marr vej çik të këngën. Mbase ndodhe edhe me këngëtarët live, do ma këndoshi çik këtë. Do më tregosh ndoshta situatat më të çuditshme që të kanë ndodhur disa prej tyre. Do të tregoj, ka qenë shumë Valentini në një hotel në Keshkumi Kavajës. Që quhet Belvedere, nuk e di a keni qenë ai. Belvedere kanë gjithë Shqipërinë, Po, ajo ka qenë e para. Nejse. Hutën e legët Belvedere se. Ai lokal ishte plot. Dhe vjen njëri. Pash me gruan, unë ndërkohë isha duke këndu. Ai ishte nga Shijaku. Edhe në fut sa lekë xhepi. Sa shumë do të nuk ju as po ju përgjigja dhe më thot mu. Kape një qik çunat e Shijakut. Ne me kitare, çunat e Shijakut do kërnete, do lloj gjë. Iku kjo, shkoj ul atje, ishte edhe tip problematik. Gjeti venën ndër nga fundi. Mbaroj qa këngën unë. Çunat e Shijakut. Çunat e Shijakut. Ja bëjsha, nuk e di. Si ta bëjsha me kitare, nuk e di se si e menojt ai po. Si është ajo kënga, sa as nuk më vjen në Jo, as unë se di e por se kam. E këndon Xhavid Dedej, këngë. Është me gërnet. Është me kështu këngë popullore. Këngë popullore. Çejfe kemi po u vu e këndojmë po. Erdhi aty më tha mu të dhash lekët. Çunat e Shijakut. Se kënove këngë. Thashë nuk e di më. Po dhe me e dit, nuk kam se si ta boj me dy kitare, ti shef se si jemi ne me dy kitare, si do ta këndojmë ne këtë këngë më vëlla. Por të dhash leku, tha unë s'paguj as një lek këtu në lokal të dëshi. Sepse kjo tha kanë gënjy këto, se nuk është muzik live, tha kjo është një boni juve, për zoti. Kështu që ja, ka çuditëra shumë nga këto, ka. Po se mu kujtua, nuk e di, në kanë ndryshuar ndo pak këto vitet e fundit. Ka ndryshu goxha. Po pse një natë që kemi qenë erdhe nga Greqia. Një natë që kemi qenë bashkë, ishim në një lokal. Ta luan, ishim bashkë, domethënë ishim në një ditë lokal. Një këngë, nëse tash me qenë se mua mami ma ka lënë porosi që ktheu herët në shtëpi dhe unë kthehem herët 4, 5, 3 gjysmë. Të mëngjesit. Kesh mëngjes, kjo është. Herët është ajo. Më herë se kaq. Nuk e ka përcaktuar ajo. E rëndësishme është mos i shkosh në orën 11:30. Kemi pasi shokne që kam qejf t'ja përmend emrin Tit Klosi. Tit Klosi ishte një personazh shumë i dashur, shumë i ëmbël, me shumë humor dhe po ishte e kishte qef jetën e natës, si kundër i raft pika ati që se ka qef. Dhe një ditë, një natë, një mëngjes, hyn në shtëpi ora 5 pa i çerek, mamaja zgjuar për çudi. E pa në korridor dhe i tha Titi, ta raft të pika, tha që s'erdhe një herët në shtëpi. Titi ishte edhe pak i dehur, edhe me shumë humor gjithë, dhe i tha mama, 5 ora më herët se kaq. Kur të vime herë? Kështu që në një nga këto natë, nga këto netët e shkonte ora herët, këta luanin në një lokal, ishim edhe ne. Shkoj ora një 4, e mbyllën më se ju erdhi këtu, të shqipama, u lodhen më. Që në forjo, ka bërë me gjithë bëngë. Kur u ngret njëri shoku jom dhe ai, nuk është se ishte në një nga Shijaku, e kuptoj që do të çuan ti. U çu, edhe kishte pirën që kupton, shkoj, një gjë tha. Në qafsta tash i boni i kong tha për qefin tuaj. Imagjinoni ju ora 5 e mjesit ne me si po mlisim ato vegla kishim në orën 9. Se këta deri në atë kohë eran për qefin e vet, kuptoj marrunat e programit se kuptohet kanë një skaletë. Dhe pastaj fillon duke kënu për qefin e vet sepse nganjëherë të rëmben dhe kjo darka që fillon kënon i kong më shumë, është ambienti i bukur.
kulmi ishte që këtyre masi ju kishin marru fuqia, zëri, dhe gjë, erdhi tha boni kong për qefin tuj. Ligjo, është qesh deri në 8 pajçerek të mjesit. Pa fund, e bukur. Kënga nuk u këndua si për Po fund. ç'të këndon më ja. Kishim ledh veglat, ma jena gjeti kështu në moment se kitarat brenda, domethënë po bëjim gati me ik. Si ishte ajo Mandi, ju kishte ik petlla. Petlla. Mandi. Me qenë se jemi në Sa radio. serioz u bë. Ja, me. Po, unë bëjmë serios, se kështu e filloj, gjithë jetën e kom fillu seriosisht. Rrugës, Si dihet. Me radio, grua apo dashnore? Për ty. 20 vjet më grua i bi. jo, më bërë një pyetje që jemi në një pozicion, në një radio, në një moment që nuk e them dot ashtu si kundër do kisha qef ta thoshja. Po ne do donim ta dëgjonim ashtu si ti do doje ta thosha. Unë po e them ti daç hiqen dashmaj. Radio është si kiçi dorës. Nuk ka krahasim me asgjë. Këtë në daç mbajeni, daç hiqeni, nuk di të them. Domethënë nganjëherë kjo është metafore, kupton? Patjetër. Për të kuptuar rëndësinë. Ne në kavaj themi Nuk të lënë metaforikamente parlando. Radio është një magji e llojit vet. Është po aq magji sa ç'është libri. Një njeri që do muzikën, që do radion, që do dhe librin, sepse janë dy gjëra që shkojnë të dyja bashkë. Radio të jep mundësinë të thuash ato gjëra që do t'i thuash, ashtu si do t'i thuash, kur do t'i thuash dhe kujt duash t'ia thuash. Vetëm se kjo e fundit ka një kleçk të vogël. Mund t'ia thuash kujtdo që ke qef t'ia thuash, po varet se kush ka qef të dëgjojë pastaj. Kjo është e fundit. Ai që do me të një gjutë një gjo, ai që nuk do një, pastaj kjo s'ka rëndësi. Shiko, Është fuqi, është realisht fuqi i Absolutisht. radio dhe nuk e di pse në mendje më erdhi tani ajo situata e krijuar atëherë me luftën e botëve. Pra, një emision radiofonik e shkundi të gjithë qytetin edhe i vendosi në një panik të jashtëzakonshëm sepse u kishin interpretuar gjithçka që po thuhej aty. Po pra jo, ai deklaroi që kanë ardhur ufot, kanë ardhur këto jashtë toksorët, e thënë në radio, po për dhe radio, shiko, sot ka ndryshuar radio në këto mediatiket, sot të del tjetri thot një problem që ti thu, po nuk, e tha televizori o burr. Po. Atëherë ka qenë në vitet 60, ka qenë e tha radio. Po radio, shiko, radio është një fuqi, themuna që madhe sa shoku Hitler, se nuk them si i thon, shoku Hitler si i thon aty. Shoku Hitler kur të sulmoi Bashkimin Sovjetik deklaroi që sapo të hynte në Moskë do varte ke njëra shtyll Stalini dhe ke shtylla përballë spikerin e Radio Moskës. Sepse kjo ishte fuqia atij njeriu për të ngritur. E keni parë filmin, çka? Good Morning Vietnam. Është ai që thot, e kemi pa patjetër. Ai që zëri legjendar që thot Gavarit Moskva, a? Gavarit Moskva. Maroj muhabete. Ai të shkund, edhe unë që e dëgjoj kot për kuriozitet se s'kam ndonjë tash. Të shkund more. Ju po të shkoni filmin, e keni parë filmin Good Morning Vietnam me Robbie Williams. Që është një speaker radio që e çojnë në Vietnam vëllai botë radio. E harun Rob që ishin luftë o burr. Harun Rob që ishin luftë nga ky në radio dhe kur këte e hoqën sepse i jepte gojës ku diun kishte, e hoqën u demoralizu gjithë ushtria e kthy dhe herë se u demoralizu. Pra, interesante. Fuqia që ka, magjia që mbar. Dhe po të shkoni të hyni mbase në YouTube, diku duhet gjendet origjinali, se ai është origjinal. Ai roli atij do të ka qenë personazh real. Pra bazuar në histori të vërtetë. Luftës në Vietnam, miku zëri prap nga njëri krah. O më ka lënë veshje, o ka i kufja. Mendoj ta kontrolloj. U prit se që ka me kap, duhet mbajt koka. Mos e kthej këtë nga, s'ka gjë. Po kthej kisha deri tash. Më kujtove, o Mando, më kujtove atë Barsaletën. Kujtova se më plasën sytë. Ja, më pas tash, ja. Mos e Tash është emision serioz. Po. Era, mos e shiko. Ora dëgjoj. Apo radio ju ishte më kujtu dhe gjë tjetër. Isha dikur ke punoja dikur ke një radio dhe
T'ja them dhe se s'është më ajo radio, quhet radio, u ka pasqyr Radio Vesa. Shko, edhe po të jetë ne s'kemi konkurrencë. Jo, e di me ti që s'ka konkurrencë. Shiko, unë nuk e kuptoj të që ka konkurrencë radiore, radion e bëjnë njerëzit. E vërtet. Tash unë po s'pata konkurrent, unë fugo kam kot. Po. Se kështu i bi apo jo? Ashtu është. Kështu kot ashtu pastaj po si ishe ti, unë mor i bi Tiganit, i bë për çfarë se s'kam konkurrent. Tash edhe në atë radio në atë periud bashkë me mua ishte edhe Naun Shundi, që nuk është më mes nesh Rafmet Past, miku i përbashkët i joni, aktorët e ndrysh. Dhe ishte Naun Shundi me Di Malke, ishte Koço, ku di unë. Edhe një dite i zoti kësaj pune, Turi, unë zef se çpade dhe ja dha një gjova se kjo është radio e ime kështu. Radio e ime do më dhe që vendosi. Ju këthy Nauni me atë qetësinë e vetë se ishte personazh. Turi tha, në momentin që unë kam hyrë këtu, tha, dhe jam ullur ke ky mikrofoni, kjo radio është e imja, tha. Kështu që sa më dhimbset mua, tha, nuk të dhimbset ty. Turi, që ishte i mençëm, e kuptoi, edhe nuk e zgjati më muhabeti. Pra radio t'jep mundësinë të bësh pronar, në kuptimin e mirë të fjalës, të bësh pronar i mikrofonit. Mikrofoni është armë, që t'jep mundësinë t'i gjush kujt të dush, ta morësh dhe nishon. Problemi është si e përdor këtë armën. Është jashtëzakonshme. Dhe të dy ju keni forma të ndryshme se si e përdorni këtë armën që keni, këtë mikrofonin. Po. Përmes këngës, Ky ka oratorin. Se më kujtua ki se si. Ka melodin. Po, melodia. Tash imagjino, është një slogan që unë kam dërmend ta zhvilloj dhe ta çoj përpara në një gjë që po bëj, që thot kënga, disa akorde muzikore të cilave ju bashkohet fuqia e fjalës. Këto të dyja bëjnë këngën. Hiq njërën, nuk ka më këngë. Është emër e mbi emër, ne në kavaj themi nome konjome. Pra është një identitet që nuk funksionon me gjysma.